Pyetjet ose shqetësimet më të shpeshta që vijnë lidhur me këtë fushë, cilat janë? Pra për një klient potencial. Vjen dhe thotë, ta provojmë një herë, po çfarë do ndodh? Sot nuk është më pyetje a duhet ta bëjmë, a duhet ta implementojmë, se në 2015, para 10 viteve, 11 viteve, kur flisnim, është shumë e vështirë. Fakti që duhet shkonin ju tek biznesi. Ne duhet shkonim, jo vetëm ke biznesi, por mbaj mend edhe bankat që sot ofrojnë kredi 100% pa kolateral marrin vetë impjantin, dhe bankat ka qenë shumë vështirë. Dhe mbaj mend banka parë që kemi bërë test, atëherë ka qenë për kredit, pastaj Raiffeisen, BKT kemi bërë pjesë më të madhe të bankave që kemi bërë, edhe për ata për t'ia shpjeguar që shikoj se vëm ne kapitalet tona si kompani në shërbim këto teknologji funksionojnë, japin. Sot kemi rezultate ku ka impjantet implementuara dhe tregojnë faktin që funksionojnë. Shqetësimi që ka shpeshherë klienti është po sikur. Pra, në zemë që kjo që thua, qëndron po sikur ndodhi që unë nuk do marr atë prodhim. Këtu pastaj duhet me qenë të kujdesshëm për zgjedhjet kompanitë që japin një farë garancie. Jo vetëm garancinë produkt, se gjithë ai kanë garancit. Gjithë produktet vinë deri diku me garanci. Problemi është sa herë ndodh defekti, sa herë ndodh problemi. Është ajo që ndodhi defekti, ti do shkosh ta riparosh, po dielli lind dhe perëndon, ty të ka munguar prodhimi. Kështu që ai kthimi investimin që e kishe planifikuar për 4 vite apo 5 vite, sa herë që do kesh probleme do shtohet, do rritet, do ti gjendesh që do pagush se s'do justifikon prodhimi me kredin, kështu që gjendesh që ti ajo që duhet me pas kujdes gjithmonë është ta vesh kompaninë që zgjedh ta vesh para përgjegjësisë. Unë tu garanci prodhimi. Pra, unë do investoj X vlerë, këtë vlerën duhet ma garantosh nga një palë të tretë. Jo ti si kompani, o me asiguracion, ose me fiducion bankar. Pra, nëse dikush vjen dhe thotë unë do të implementoj një impjant tillë, ne e kemi by default si kompani, 2 vitet e para kemi të përfshirë garancinë e prodhimit, për te garancisë produktit. Pra, kur ne themi që ky impjant implementuar me këtë teknologji, në këtë mënyrë, me këto sisteme, do të prodhoj kaq të ardhura, ne duhet t'i sigurojmë këtë klientit. Dhe duhet të jemi transparent. Kur kjo gjë nuk kërkohet, klienti këtu çdon pastaj sepse shikon çmimin për kilovat, dhe thotë sa më kushton çmimi për kilovat. Do vetë 10 kilovat, sa më kushton? 10 kilovat kushtojnë 500 euro. Po e kam gjetë me 400 euro kilovatin. Ti do të llogarisësh në jetë gjatësi sa të kushton ai çmim, që quhet LCOE, Level Cost of Energy. Pra, niveli i çmimit ndër vite. Dhe ky është shqetësimi që kanë shumë klientë, sepse duke qenë një treg i mos rregulluar, ka shumë aktor dhe gjenden në pikpyetje apo zgjedh të durën apo zgjedh të mirën, sepse ka qenë një treg, vazhdon të jetë, tregu ballkanik kryesisht, është treg price oriented, pra i orientuar nga e lira, nga çmimi. Ka ndryshuar si koncept, që është vërtet. Dhe kjo është frika më e madhe, që apo bëjnë investimin e dur apo jo.